Mi mbrëma të gjithëve. Falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë takim, prezantim të përbashkët të dy departamenteve të platformës qeverisë së Partisë Demokratike, Departamentit të sektorit të energjisë elektrike dhe Departamentit të burimeve natyrore. Përpara se të them dy fjalë, do të thjesht bëj një prezantim të panelit. Në panel kemi profesor Nefton Kovelaj, pedagog, Departamenti për burimet natyrore në Fakultetin e Inxhinierisë Gjeologjike. Do të flasin fjalën e tij për sektorin e gazit dhe të naftës. Pastaj kemi profesor Ibrahim Milushin, gjeolog. Do të mbuloj në fjalën e tij çështjet që kanë lidhje me burimet natyrore, me mineraret edhe më shumë se kaq. Dhe kemi pastaj dhe zotin doktor Alfred Pietri, zëvendës dekan e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike, që të mbulojnë fjalën e tij çështjet që kanë lidhje me sektorin e energjisë elektrike. E sigurisht ju urojmë gjithë së bashku mirëseardhjen profesor doktor Sali Berishës. Kemi zgjedhur që të dyja platformën për sektorin e energjisë elektrike dhe atë të burimeve natyrore t'i bëjmë bashkë, sepse edhe në mendimin tonë janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën dhe kontribojnë në mënyrë komplementare në atë që ne e quajmë siguri energjetike dhe në atë që e quajmë aftësinë që ka vendi, jo vetëm për të prodhuar energji, por edhe për të prodhuar produkte që kanë lidhje me mineralet, por edhe për të shfrytzuar energjinë e pastër të gazit natyror. Do thoya që ky sektori i energjisë elektrike, po edhe sektori i mineraleve, ka njohur transformimin më të thellë në historinë e tij gjatë viteve të qeverisë së dytë të Partisë Demokratike, 2005-2013. Gjatë viteve 2005-2013, platforma e Partisë Demokratike për ta bërë Shqipërinë një superfuqi të vogël të energjisë pastër u shpalos e tëra dhe jemi kënaqur të themi që sot produkti i një pune të jashtëzakonshme qeverisë kryeministit Berisha në atë kohë është një ndër pikat më të forta të sistemit ton energjetik. Praktikisht gjatë këtyre viteve, 10 viteve të fundit, rreth 40% e energjisë elektrike që prodhohet në vend është energji që prodhohet nga hecet private. E sigurt mos ishte platforma e Partisë Demokratike për nxitjen e investimeve private në sektorin e energjisë elektrike, mendoj që kjo energji, po bashkë me të edhe siguria energjetike do t'i mungon të vendit. Mjafton të kuptojmë faktin që gjatë krizës energjetike, që zgjati rreth 1 vit e gjysmë dhe startoi me konfliktin Ukrainë-Rusi, fakti që ne kishim burime të brendshme të prodhimit të energjisë elektrike i kurseu Shqipërisë minimalisht sipas vlerësimeve shumë konservative rreth 250 milion euro. Nga ana tjetër, ka ndodhur një revolucion i vërtet edhe në fushën e sigurimit të energjisë. Ishte pikërisht përpjekja titanike e qeverisë së kryeministit Berisha dhe zotit Berisha, në veçanti që arriti që Shqipëria të futet përfundimisht në hartën e kalimit të gasjellësit TAP. Është një ngjarje epokale për atë që sjell, e cila fatkeqësisht nuk është shfrytzuar as pak në 12 vitet e fundit nga qeveria socialiste. Po transformim ka ndodhur gjithashtu edhe në sistemin e transmetimit. Të gjitha nën stacionet e energjisë elektrike që ne kemi sot janë investime të qeverisë së Partisë Demokratike. Të gjitha nën stacionet 220 dhe 400 kV janë investime të qeverisë së Partisë Demokratike. E me to bashkë me 2 autostrade energjetike, linja 400 kV Tiranë-Elbasan dhe linja 400 kV Tiranë-Podgoricë. Të gjitha këto smëra së bashku sollën një transformim të jashtëzakonshëm të sistemit, të sektorit të energjisë elektrike, po edhe të burimeve natyrore, edhe sigurisë energjetike që projektonte vendi,
që ka qenë një transformim epokal, I pandeshur në 30 vitet e fundit të sistemit demokratik pluralist. Me keqardhje vëmë re që jemi duke folur dhe siç do të dali qartazi nga prezantimet e panelistëve, do të shikojmë që problematika është po ajo që kemi lënë vitin 2013 dhe në shumicën e raste është thelluar dhe shrenduar më tutje. Pa humbur kohë, do t'ja kaloj fjalën profesor Alfred Pietrit, I cili do të na bëjë një prezantim të shkurtër për sektorin e energjisë elektrike, sfidat që ky sektor përballet sot, si dhe atë që premton Partia Demokratike si prioritetet e saj në qeverisjen 2025-2029. Profesor, fjala është për ju. Mirëmbrëma të gjithëve, doktor, mirëmbrëma. Unë kam marrë përsipër që të flas për programin që do ketë Partia Demokratike nesër në qeveri në lidhje me sektorin e energjisë elektrike. Por do të them që për të arritur te ky program është bërë një analizë nga ana e gjithë anëtarëve të Departamentit të Energjisë Elektrike në Partinë Demokratike e situatës aktuale në të cilën ndodhet sektori energjetik. Për këtë, na ka ardhur ndihmë dhe Fondacioni Konrad Adenauer me ekspertizë të jashtme dhe janë angazhuar, e them me bindje të plot, ekspertët më të mirë që ka Shqipëria, qoftë në fushën akademike, por edhe në fushën e operim shfrytëzimit. Ç'na ka rezultuar? Nga analiza që kemi bërë e gjendjes aktuale të sistemit energjetik, na rezulton që sektori I energjisë elektrike është në krizën më të thellë që ka njohur ndonjëherë vendi ynë. Nuk është zbatuar asnjë reformë e plotë. Gjithmonë janë ndërmarrë nga ana e qeverisë Partisë Socialiste reforma gjysmake dhe në shumicën e kohës jo në ritmet e duhura. Sektori thjesht menaxhon emergjencat e momentit. Nuk ka asnjë lloj vizioni se si do të operojë ditën e nesërme. Zhvillimet e sektorit gjatë 12 viteve të qeverisë Partisë Socialiste kanë qenë kaotike dhe në funksion të klientëve që ka qeveria. Duhet thënë që aktualisht nga sektori I energjisë elektrike janë larguar një shumicë e madhe profesionistësh, të cilët fatkeqësisht janë zëvendësuar nga patronazhistë. Për më tepër, është rritur numri I punonjësve në sektorin energjetik dhe të gjithë punonjësit e rekrutuar nuk kanë as dijet minimale, janë thritur për të qenë punonjës mbi kriterin e vetëm që të jenë votues në çdo palë zgjedhje që ka Partia Socialiste. Sektori vuan mungesën e konkurrueshmërisë. Të gjitha projektet I jepen klientëve të qeverisë. Nuk ka asnjë investim real në fushën e diversifikimit të energjisë, për prodhimin e energjisë elektrike nëpërmjet gazit natyror, për të cilën do flaste profesor Nefton Kodhelaj. Teci I Vlorës nuk funksionon. Qeveria ka marrë me qira, por që është një diçka e kamufluar, pasi ato do t'i dorëzohen shtetit shqiptar, 2 tece lundruese, të cilat I përkasin një gjenerate 8 vjetër dhe për më tepër ofrojnë prodhimin e energjisë elektrike me një çmim që është aktualisht 2-fishi I çmimit që gjendet energjia elektrike në bursë. Sot ne si qeveri, si qytetar të këtij vendi paguajmë $90,000 në ditë
është kostoja e këtyre dy teceve lundruese. Investimet shpesh kanë qenë thjesht në letër, por edhe në rastet kur janë bërë këto investime janë me dyfishin, minimalisht me dyfishin e çmimit që ka tregu në Shqipëri. Bursa e energjisë, e cila është shumë e mirëpritur, natyrisht, aktualisht është jashtë funksionit. Të gjithë transaksionet e shkëmbimit dhe blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike realizohen jashtë bursës. Kemi një situatë financiare katastrofale për shkak të borxheve të ndërsjellta që kanë kompanitë e sektorit publik, borxheve që kanë këto kompani ndaj të tretëve. Rast tipik problematik është operatori i sistemit shpërndarjes i cili është zhytur në borxhe për shkak se institucionet buxhetore janë borxhlind më të mëdhenj, ujësjellsat, spitalet dhe bashkitë, ndërkohë që nga ana tjetër bëjnë investime vetëm e vetëm për të rritur të ardhurat korruptive të funksionarëve që i drejtojnë. Aktualisht, Shqipëria ka çmimin e energjisë elektrike për kilovator më të lartë në rajon. Nisur nga këto problematika të cilat janë denoncuar vazhdimisht nga Departamenti i Energjisë Elektrike në Partinë Demokratike, kemi hartuar programin e qeverisë së nesërme të Partisë Demokratike që do dalë dhe jam i bindur pas zgjedhjeve të 11 maj. Sektori i energjisë elektrike për Partinë Demokratike konsiderohet jetik kyç dhe parsor. Si i tillë, ai do të mbështetet me politika të qarta dhe vizionare. Qeverisja e Partisë Demokratike do të ndërmarrë reforma të thella strukturore me qëllim të mirë administrimit të kompanive që operojnë në sektorin publik. Qeverisja e nesërme e Partisë Demokratike do të angazhohet që të luftojë me çdo mjet korrupsionin, nepotizmin dhe paaftësinë që ka sot sistemi i energjisë elektrike. Qeverisja e Partisë Demokratike do të ulë në mënyrë drastike çmimin e energjisë elektrike qoftë për konsumatorët familjar apo për bizneset. Nga ana tjetër, përsëri ne angazhohemi që të reduktojmë çmimin e energjisë elektrike për familjet në nevojë dhe pensionistët. Do të ketë një audit financiar dhe teknik të çdo qindarke që është shpenzuar në kompanitë që operojnë në sektorin publik. Nga pikpamja teknike do të shikohet cilësia e të gjithë pajisjeve që janë prokuruar gjatë periudhës 12 vjeçare të Partisë Socialiste. Qeverisja e Partisë Demokratike angazhohet që të dyfishojë prodhimin e energjisë elektrike deri në vitin 2030 nëpërmjet burimeve të rinovueshme të energjisë elektrike, duke nxitur investimet private për të krijuar lehtësirat e nevojshme dhe domosdoshme për investitorët privat. Ne e kemi dëshmuar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike nga viti 2005 deri në 2013, që e kemi dyfishuar prodhimin e energjisë elektrike. Mjafton këtu të përmend vetëm një fakt që e përmendi dhe Eno. Fal lejeve të dhëna në kohën e qeverisë së Partisë Demokratike për hecet private dhe për hecet me koncesion, aktualisht prodhimi i tyre është 40% e prodhimit të energjisë elektrike në vend. Ka qenë vizioni i Partisë Demokratike që ka bërë të mundur që sot të kemi këtë situatë. Duhet të theksoj dhe një fakt tjetër. Hecet që janë dhënë me koncesion, mbas marrimit të periudhës koncesionare i rikthehen, janë aset i shtetit shqiptar. Është shumë e rëndësishme kjo.
do të ketë gjithashtu investimet të qëndrueshme për rritjen e kapacitetit të rrjetit të transmetimit dhe të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, me qëllim që të akomodojë kërkesën në rritje të prodhimit të energjisë elektrike nga njëra anë dhe rritjen e konsumit të energjisë elektrike nga ana tjetër. Këto ishin shtyllat kryesore në fakt të programit të qeverisë së Partisë Demokratike në lidhje me sektorin e energjisë elektrike. Programi i detajuar gjendet në departament dhe do të elaborohet ditë pas dite, javë pas jave për të gjitha kriteret dhe specifikimet teknike që janë të përfshira natyrisht në të program. Ju faleminderit. Faleminderit profesor për panoramën koncize dhe shumë të qartë që na bët. Tani duhet e kaloj fjalën profesor Nafton Kodhelajt, ta bëj një panoramë për situatën në sektorin e gazit natyror dhe të naftës, shqetësimet, problematikat si dhe premtimet e Partisë Demokratike në lidhje me këtë sektor. Profesor Berisha, të nderuar kolegë, përshëndetje. Të flasësh për energjinë, të thosh realitetin është një detyrë disi e vështirë, sepse përfaqëson një nga shtyllat e zhvillimit ekonomik të vendit. Gjakun që do ta nxjisë ekonominë të eci përpara, themelët ku mbështeten të gjitha institucionet dhe kolona vertebrale edhe vetë të regjimit demokratik si i tillë. Një profesor jonë i nderuar tregon shumë bukur rolin që ka energjia në jetën e çdo vendi apo në jetën e globit, duke treguar një metaforë lidhur me nivelin e përfaqësimit të përfaqësuesve të ekzekutivit në nivelit më të lartë në planetin tonë në shekullin e fundit dhe në këtë shekull që ne po jetojmë. Përpara luftës së dytë botërore dhe gjatë luftës së dytë botërore në krahun e djathtë të drejtuesve më të lartë të ekzekutivit ishte gjithmonë ministri i luftës. Normale. Ato situata jetonte bota. U zvendësua më një herë pas luftës së dytë botërore ministrin e punëve të jashtme dhe vazhdoi kështu deri në krijimin e OPEC-ut për të zvendësuar nga ministrat e burimeve në tërësi, burimeve natyrore dhe në veçanti të burimeve energjetike, sepse i tillë është roli i energjisë. Për ta përkufizuar këtë rol, jo rrallë, duke sikur e tregojnë të gjithë duke thënë që energjia është e ardhme. Në fakt është vetëm një pjesë e cunguar e tablos. Energjia nuk është thjesht e ardhme dhe nuk mjafton që ta projektojmë ashtu siç duhet këtë ardhme duke e kufizuar energjinë vetëm aty. Jo. Ne duhet kuptojmë mirë të shkuarën për të njohur energjinë, duhet lexojmë mirë të tashmen dhe vetëm këto do të na ndihmojnë që ta projektojmë të ardhmen ashtu siç duhet. Çfarë kemi bërë në sektorin e naftës? Me dhimbje e them që të shkuarën e kemi të humbur. Të gjithë e dim se çka ka përjetuar industria e naftës në Shqipëri, por e kemi të humbur. Të tashmen e kemi më të errëtën që kemi pasur ndonjëherë. Ndërsa për të ardhmen, nëse nuk do të ndodhin ndryshimet e mëdha, të cilat patjetër do të ndodhin në datën 11 maj, e kemi shumë të turbullt, shumë të paqartë, çka mund të çojë deri në humbjen totale të sistemit. Industria e naftës në Shqipëri nuk është një sektor i ri, është një sektor që ka 107 vite jetë, që ka dy momente të rëndësishme të paktën në këndvështrimin tim. Vitin 1963, kur u zbulua vendurimi i parë i naftës në gëlqeror dhe vitin 1991 kur ndodhi ndryshimi i madh politik, ka përgjyer nga ekonomia e centralizuar drejt ekonomisë së tregut të lirë. Në këto 107 vite, industria e naftës ka pasur një kontribut real në zhvillimin ekonomik të vendit. Që ta keni më të qartë dhe më të prekshme të gjithë boll që t'ju them, në 34 vite të sistemit demokratik, në sektorin e naftës janë investuar më tepër se $5 miliard si investime të huaja direkte. Vetëm njëri prej operatorëve, që ka një prej vendurimeve ekzistuese në Shqipëri, vetëm në trajtën e rentës minerale ka paguar $587 milion. Po e theksoj edhe një herë, është vetëm njëri prej operatorëve. Çfarë kemi bërë në këto 12 vite? Le të kthehemi pak mbrapsht në vitin 2012 dhe 2013. Kur dëgjoni dy eksponentët më të lartë të rilindjes që po përgatitej për të shndruar regjim banditesk ashtu siç është, në qytetet e naftarëve. Kur njëri premtonte me emocione të mëdha, i referojmë shokut Ruçi, që naftën do t'ia kthente naftarëve dhe të njëjtën që bënte edhe kryeministri në tentativë, që sot e kemi në krye të ekzekutivit për fatin e keq prej pothuajse 12 vjetësh, që bënte të njëjtën gjë. Çfarë kanë bërë në realitet? Vetëm sa e kanë goditur industrinë e naftës. Kanë krijuar një klimë as pak miqësore ndaj biznesit, një kuadër rregullator shumë konfuz, një administratë tërësisht jo profesionale dhe jo të paaft dhe që është thelbësisht e korruptuar. Kanë vrarë përfundimisht sigurinë juridike. E theksoj, kanë vrarë përfundimisht sigurinë juridike. Në qoftë se një kompanie, një biznesi privat i bllokohen llogaritë rrjedhse, pa të cilat nuk mund të veprojë, kur ka një urdhër gjykate për t'i liruar këto
llogari dhe për të vazhduar ata biznesin e tyre normal në këndvështrimin tim, thjesht si inxhinier nafte nuk ka asnjë dallim nga veprimet që bën Camorra apo Cosa Nostra apo të tjera në Itali në Shqipëri. Madje është edhe pak më keq. Se nëse e gjen guximin kur të gjobit Camorra apo Cosa Nostra për të shkuar në polici apo për drejtuar organeve të drejtësisë, edhe mund ta kesh një shpëtim. Në këtë rast nuk ishte absolutisht asnjë shpëtim dhe pashmangshmërisht kjo do të çonte në zvendësimin e investitorëve serioz, e theksoj investitorëve serioz, të cilët kanë kontribuar në rritjen e këtyre investimeve të huaja drejt për drejta me investitor anonim, të ardhur kush e di nga ku, të cilët kanë shkaktuar ato dëme thuajse të parikuperueshme në vendurim. Ndalen vetëm tek njëri dhe flas për kompaninë Bankers, po e njëjta situatë është edhe për gjitha vendurimet e tjera. Marrëveshjet e hidrokarburë janë dhënë kryesisht në njerëz anonim, gjithmonë për interesa korruptive. Dosja me Gonigali thot të gjitha. Në sektorin e naftës, nëse do të duam ta përmbledhim me një fjali, mund të themi, qeveria shqiptare nuk e di se çfarë përfaqëson sektori, nuk e di se çfarë ka bërë për sektorin dhe nuk e di se çfarë duhet bëj për këtë sektor. Të gjitha janë lënë spontanitetit, të gjitha janë lënë improvizimit apo interesave klienteliste dhe kanë shkaktuar një kaos total. Profesionalizmi ka humbur plotësisht. Mos të duket sikur jam radikal, boll që t'ju përmend. Në 4 institucionet më të rëndësishme që i lidhen me sektorin e hidrokarbureve në tërësi dhe atë të naftës në veçanti. Drejtorinë e hidrokarbureve në Ministrinë të Infrastrukturës dhe të Energjisë, Agjencinë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Alpetrol dhe Alpgaz, nuk ka asnjë drejtues ekzekutiv nivelit lartë që të ketë formim universitar të lidhur me profesionin. Madje kemi arritur në situata absurde kur në krye të Alpetrolit kemi një ginekolog. Me gjithë respektin për mjekët, nuk do t'i ngeli hatri profesor Berishës, kam përshtypjen që Alpetrolin e kanë lënë shtatzan dhe do të shpresojnë që në këtë mënyrë të dyfishojë apo të revishojë provimin. Në fakt, në realitet ka ndodhur që në raport me vitin 2013, prodhimi i naftës është më pak se sa gjysma. Dhe në vitin 2023, në raport me vitin 2022 ka rënë sërish me 2,4%. Këto ka shkaktuar rilindje vetëm tek nafta. Për gazin natyror. Edhe në gazin natyror, edhe pse jo aq i vjetër sa nafta, sërish ka një historik në Shqipëri. 70 vite që nga fillimi i kërkimit të gazit natyror dhe 63 vite që nga zbulimi i vendurimit të parë të gazit. Situata nuk është më e mirë. Dhe gazi natyror përfaqëson një sektor shumë të rëndësishëm, edhe në qoftë se nuk e prodhim vendesh, sepse është zgjedhur nga fuqitë perëndimore, nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe më gjerë, që të jetë energjia fosile që do të mundsoj kalimin drejt energjive të ripërtëritshme. Nuk është bërë në mënyrë të rastësishme, por sepse gazi natyror qiron 50% më pak emisione se sa qymyri dhe 25% më pak emisione se sa nafta. Prodhimi aktual i gazit natyror në Shqipëri është i papërfillshëm, po edhe në vitet e tij më të mira nuk ka qenë asnjëherë në vlera të konsiderueshme. Këtë duhet të ta pranojmë. Kemi pasur një zhvillim, ose kishim tentativën për të pasur një zhvillim shumë pozitiv të lidhur me vitin 2012, qëllimisht të gjithë ministrat e rilindjes e harronin dhe pretendonin që Shelli kishte ardhur gjatë erës tyre. Jo, nuk është e vërtetë. Shelli është rikthyer në Shqipëri në vitin 2012 dhe ka filluar shpimin për shkak të marrëveshjeve hidrokarburë që kishin lidhur e tjera, po edhe në këtë rast, çfarë bëri qeveria shqiptare? Në korrik të vitit 2022, në Holland, në periudhën e pandemisë, kryeministri shqiptar deklaronte që zbulimi që do të ndodhte në Shpiral do të luajë rol në të ardhmen energjetike të Europës. Në gusht të vitit 2023, pak më shumë se sa një vit më mbrapa, kryeministri me ministrin e linjës deklaronin që do të krijojë fondi sovran për shkakun e Shpirakut, me konsulenca nga profesorët e Harvardit. Shpresoj shumë se nuk i morën vesh asnjëherë mos të kenë qenë profesorët e Harvardit që u punësuan nga Beneti me gjithë drejtorin e Keshit dhe që merrin më pak rrogë se ç'merrte Beneti dhe drejtori i Keshit. Sepse sipas ministrit të linjës nuk flitej për 500 milion euro të vogla në vit, por flitej për shumë më shumë. Në fakt nuk ka faj, një njeri që ka zhdukur për në ardhmën kohor të 5 apo 6 vite drejtim të paditur 12 miliard dollar, 500 milion euro në vit, ti duket sikur është një shumë krejt e papërfillshme. Megjithatë, ti rikthehemi problemit. Shqipëria ka 2 rrugë sot për të siguruar gaz. Njëra është e brendshme në vlera të kufizuara, vendurimi i gaz kondensatit të Elbinës, i dyti është ai që kemi faktikisht nga viti 2019, TAPI. Ka filluar operimin prej vitit 2019. Shqipëria ka qenë në nevojë kritike dhe është ende nevojë kritike për të diversifikuar, për të alternuar burimet e saj të energjisë me qëllim që të garantojë sigurinë energjetike. Çfarë u bë? Çfarë u bë për të gazifikuar Tecin e Vlorës? Asnjë gjë. 2 studime të konsulentëve privat të kontraktuar nga kjo qeveri kanë treguar që për të ndërtuar tubacionin që do të lidhë Tapin me Tecin e Vlorës, duhet diku te 32.2 apo 32.6 milion euro. Për të rehabilituar sistemin e ftojës të Tecit Vlorës, për ta konvertuar Tecin e Vlorës në gaz bashkë me tubacionin, duhen jo më shumë se 50 përse 2 milion euro.
janë jo më shumë se 60% e qiras që do të paguajnë, që po paguajmë ne, jo qeveritarë që po paguajmë ne, për 2 mjetet lundruse të shoqërisë Lundra dhe Trape në Vlorë. Unë më pëlqen t'i quaj të tilla. Më pëlqen që t'i referohem pak edhe letërsisë së Kadares. Nuk interesohemi fare për këtë punë dhe këtu i përmendi profesori, diskutojmë që flasim për një energji që do të dalë me çmim për një si jashtëzakonisht lartë dhe dëmi që ajo do të shkaktojë në mjedis, dhe po flasim për një nga zonat turistike më të rëndësishme të Shqipërisë, do të jetë i jashtëzakonshëm, i pari kuperush. Pra tregon që jemi në një kaos total. E thelluan akoma më tepër kaos. E kujtoni në vitin 2020-2021 kur u lidh memorandumi i mirëkuptimit me Exxonin, një nga gjigantët e sektorit, pa diskutim, të imponon respekt. U tha që nuk kemi nevojë për të marrë gaz nga tapi, por do të bëjmë të kundërtën. Gazin e lëngët amerikan do ta çojmë drejt perëndimit. Dhe nuk morën mundimin që të shikonin studimet që ishin të botuara dhe qarkullonin gjithandej, që ka mbi kapacitetet e LNG-s në kontinentin evropian. Kjo nuk do të thotë që Shqipëria nuk mund të investojë në shkallë të vogël, në projekte në shkallë të vogël të LNG-s, por nuk duhet të heqim dorë nga ëndra të tilla kaotike që vetëm sa ushqejnë deliret e madhështisë së kryeministrit që nuk e di se çfarë përfaqëson dhe çfarë duhet bëj. Nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë analizë serioze për transformimin drejt energjive të pastra. Mbetemi shumë brapa në raport me vendet e rajonit, qoftë lidhur me fillimin e mendimit për përdorimin e hidrogjenit dhe në veçanti për kapjen dhe magazinimin e dioksidit karbonit. Situata është po ashtu problematike në tregun me shumicë dhe me pakicë të gazit natyror dhe nën produkteve të naftës. Nuk kemi treg të gazit natyror. Nuk kemi treg konsoliduar. Kemi njerëz që shesin gaz natyror, por nuk kemi një treg të tillë. Çmimet e karburanteve në Shqipëri vijojnë që të jenë më të larta në rajon. Vijojnë të jenë më të larta në rajon në vlerë absolute, se në vlerë relative janë pa diskutim më të larta në botë, nëse do ta masim në raport me të ardhurat. Cilësia e tyre është tërësisht jashtë kontrollit. Dhe e fundit, në produktet që zhdoganohen janë tipari më i mirë, treguesi më i mirë i hajdutërisë që e ka kapluar tërësisht sektorin e shitjes me shumicë dhe me pakicë të gazit natyror dhe nën produkteve të naftës. Tabloja, siç e thashë, shumë herët, por gjithsesi këtu jemi në prezantimin e programit politik të një partie që do të vinë në pushtet në datën 11 maj të këtij viti. Nuk do të ngrej duart për fjetë të sektori nuk bëhet më se këta e kanë bërë keq, por ka për detyrë që të paraqisi ato çka ajo do të premtojë dhe vizionin e saj si do të ndryshojë në të ardhmen. Janë fare të thjeshtë. Bollë të ekzistojë vullneti i mirë. Që do të thotë? Do të luftohet pa kompromis korrupsioni dhe kontrabanda, që po e mbyt sot sistemin. Do të ndërtohet një kuadër legislativ që maksimizon përfitimet e të gjithë aktorëve dhe faktorëve në proces. Do të ndërtohet një agjenci e dedikuar vetëm për këtë sektor. Do të ndiqen të gjitha zhvillimet në sektorin e gazit natyror me qëllim nxitjen e investimeve. Do t'i thuhet stop punësimeve të patronazhiste aktivistëve që marrin rrogën vetëm për të na spionuar ne nga Vryma e Çelësit dhe nuk bëjnë asnjë gjë për ta zhvilluar sektorin, dhe do të krijohet tregu i gazit natyror. Që do të thotë? Do të synohet gazifikimi i zonave industriale. Le ta nisim nga Fier Vlora, ndofta diku edhe në Lushnjë, edhe në Berat, kryesisht për të ndihmuar sektorin bujqësor apo sektorët e industrisë ushqimore, Baxho apo të tjera që mund të kenë nevojë për gaz natyror. Do të ndërtohen të paktën 600 megawatt, do duhet të ndërtohen dhe do të ndërtohen së paku 600 megawatt fuqie e instaluar. Së pari, do të rehabilitohet, do të konvertohet me gaz dhe do të rritet kapaciteti i Tecit Vlorës, do të shkojë në 300 megawatt, shkon jo më shumë se 100-110 milion dollar. Në qofse merren ata operator që dinë që ta bëjnë këtë punë dhe nuk kanë si synim që të grabisin, që të zhvasin. Dhe 200 deri në 400 megawatt, pa diskutim që mund të bëhen nga privatët, por të bëhen nga privatët me qëllim që të garantojnë konsumin vendas në bazë. Me qëllim që gjatë stinës verës mos të rrim nga dritarja të gjithë dhe të shikojmë do të bjerë shi apo nuk do të bjerë shi, por ta kemi të garantuar dhe të fillojmë ta optimizojmë energjinë që prodhojmë nga burimet hidro që për fatin e mirë nuk i kemi të pakta dhe ta shesim atëherë kur ajo kërkohet më shumë dhe të marrim maksimumin e përfitimeve. Do të shkrenjosen tërësisht monopolet dominuese në tregun e nën produkteve. Do të ketë kontroll të rrethët të cilësisë hidrokarbureve dhe brenda 6 muajve ai do të plotësojë, do të ruajë standardet e prodhuesit. Kjo është një çështje që o bëhet për 6 muaj o nuk bëhet asnjëherë. Do të ketë zhvillime të strukturuara në politika të qarta për rritjen e sigurisë energjetike, do të stimulohen projektet inovative, do të mbështeten studimet kërkimore me të 3 shtyllat e tij, të gjitha agjencitë qeveritare, universitetin dhe të gjitha kompanitë apo të gjithë faktorët privat.
Vetëm në qoftë se do të kemi lidhjen simbiotike të tre këtyre elementeve, sektori do të dalë. Nuk do të shpikim rrotën, do të bëjmë ato që ka bërë bota shumë përpara nesh. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, gjithë këto rregullime do të mundsojnë tërheqjen e investitorëve të rinj. Në gjuhën e kapitaleve, dhe flasim për një sektor që do kapitale të konsiderueshme me qëllim që të ecë përpara, në gjuhën e teknologjive, sepse flasim për teknologji inovative që janë shumë të kushtueshme, por dhe në gjuhën e njohurive tekniko-shkencore. Të gjitha këto bashkë do të mundsojnë që sektori të dalë nga kriza dhe të fillojë të ecë drejt normalitetit, pastaj për të futur në rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm. Faleminderit. Faleminderit profesor për prezantimin. Tani kemi panelistin e fundit, jo për nga rëndësia, profesor Ibrahim Ilushin, i cili do të bëjmë panoramë të problematikës aktuale në sektorin minerar, si dhe çfarë propozon Departamenti i Burimit Natyrore si program qeverisë së Partisë Demokratike në vitin 2025-2029. Profesor, fjala është për ju. Faleminderit. Profesor Berisha, mirëmbrëma të gjithë dhe ju. Më lejoni dal pak nga skenari, të bëjnë një falënderim të përzemërt për doktor Berishën, për qendresën e tij, për të gjithë qendrestarët që janë me shumicë në këtë sallë, të cilët na mundsuan që jemi bashkë këtu sot, pasi Partia Socialiste në platformën e saj na kishte eliminuar. Dhe fatkeqësisht ka eliminuar shumë prej nesh dhe me keqardhje të madhe, me dhimbje të madhe, themi me fjalë kemi përjetuar largimin e shumë kolegëve të talentuar nga vendi, sepse janë përndjek në shkallën më ekstreme. Natyrisht me fjalë kjo është politika e të majtës. Ne si të djathtë unë krenohem, sepse ne si të djathtë kur nuk kemi vepruar në këtë formë, ne kemi qenë shumë dashamirës, ne nuk kemi ngatruar kur aspektet teknike me çështjet partijake. Tani, ajo çfarë është e dhimbshme sot dhe që e shohim të gjithë është sepse kjo, domethënë, administrimi i pasurive minerale të Shqipërisë ka rënë në duart të badakçive dhe në duart të patronazhistëve dhe fatkeqësisht me fjalë është në një degradim fundor. Jam i lumtur që situatat erdhen përsimbarje me fjalë, sepse çdo gjë me fjalë do të ishte diçka e harruar, por falë qendresës të doktor Berisht, falë qendresës Partisë Demokratike, sot jemi së bashku me fjalë dhe po diskutojmë dhe po ndërtojmë një platformë atletare, sepse ne s'mund të jemi as profesor, s'mund të jemi as gjë, nëse nuk e duam vendin me fjalë. Pra, më falni për këtë dalje nga rregulli, po e pash të arsyeshme ta them. Tani, duhet të themi diçka që ju të gjithë e njihni, të gjithë e dinë me fjalë që Shqipëria është një vend shumë i pasur me resurse minerale dhe është ndër vendet më të pasura në botë në raport me sipërfaqen. Pra, jemi fatlum që jetojmë në një vend të tillë me pasuri të tilla. Ndërkohë, resurset minerale është një koncept i një pasurie që ekziston, e cila shndrohet në rezerva dhe shndrohet në material me levardi ekonomike vetëm në saj të punimeve domethënë punimeve të kërkimit zbulimit me metodik krejtësisht të përcaktuar dhe me punime shkencore. Tani, Shqipëria falë kësaj larmie, e thamë larmisë gjeologjike, është mjaft e pasur në këto minerale. Duhet themi me fjalë që këto minerale, kjo pasuri e rëndësishme, sepse ne domethënë
minerale janë të gjitha me fjalë, edhe uji është një mineral, jo vetëm pra do të kemi një koncept shumë më gjerë, dhe natyrisht nafta, gazi, edhe mineralet metalore, jo metalore, kanë të njëjtën metodik kërkim zbulimi dhe të njëjtën metodik vlerësimit të rezervave. Ajo çfarë është e rëndësishme sot me fjalë është dhe që duhet dim që për shkak të ndryshimit të situatave në botë me fjalë, përsëri ka një fokus shumë të rëndësishëm për pasuritë minerale. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë të situatë. Pra, bazuar me fjalë në këtë, ne duhet kemi parasysh me fjalë edhe konceptin e mineraleve kritike dhe në bazë të vlerësimit të shërbimit gjeologjik amerikan janë 50 minerale kritike, por në Shqipëri ne kemi 10 minerale kritike me fjalë, pra i kemi minerale të cilat me fjalë mund të shfrytëzohen me levardi ekonomike. Tani, më lejoni të flasë çik për problematikat e krijuara. Mendoj se problematikat e qeverisë Rama në fushën e burimeve natyrore janë komplekse, sa mund të themi se fusha e burimeve natyrore gjatë qeverisë së Edi Ramës është ndruar në një problem për vendin dhe ka degraduar aq keq sa do të duhet të ndërhyrë drastike dhe emergjente për ta vënë në shina. Dhe këtë ne jemi të vendosur bashkërisht për ta bërë. Mendoj me fjalë që është për zhvillimin e sektorit burimeve natyrore ne duhet të bazohemi tërësisht në standardet bashkëkohore me fjalë dhe të implementojmë të gjithë ato teknika e teknologjime që sot njihen. Për këtë arsye, unë mendoj me fjalë që ne së bashku jemi në punë sipër të hartimit të menjëhershëm të një strategjie bashkëkohore të zhvillimit të këtij sektori, bazuar në një analizë të shpejtë të eficiencës. Pra, për fatin e keq, eficienca është jashtëzakonisht e keqe, jashtëzakonisht për dëshuruar, por ne duhet bëjmë në mënyrë urgjente me fjalë një analizë të eficiencës, të zbatimit ligjit dhe të metodave të drejtimit të këtij sektori deri tani. Tani, ndryshime emergjente ne do të bëjmë në legjislacionin për të trajtuar investitorët në këtë sektor me dinjitet. Deri tani, trajtimi është klientelist, përbuz dhe denigrues. Duhet të them këtu që menjëherë mas fitores Partisë Demokratike që në fillim u bën një ligj i shkëlqyer për ligji minerar, i cili është shndruar në një paçavure sot për shkak të interesave klienteliste dhe korruptive. Aktualisht zhvillimi i këtij sektori është lënë spontanitetit dhe interesave korruptive. Legjislacioni thash ka probleme të mëdha dhe struktura është krejtësisht orientuar për të shërbyer interesave partijake, për përfitime të padrejta dhe me mungesë totale vizioni. Thelbësore për zhvillimin e këtij sektori, unë mendoj se janë koordinimi i të gjitha njësive që merren me burimet natyrore dhe eliminimi i dublimeve. Krijimi i strukturave eficiente për administrimin dhe zhvillimin e integruar të burimeve natyrore. Analiza e eficiencës burimeve njerëzore me fokus në stafin teknik të kualifikuar. Ne duhet menjëherë të krijojmë kushtet, të bëjmë, përzgjedhjen mbi bazën e kriterëve krejtësisht përcaktuara dhe të ftojmë edhe specialistët që fatkeqësisht kanë ikë për shkak të përndjekjes nga rilinja. Mendoj se këto duhet analizohen me shumë seriozitet, pasi jemi fatkeqësisht drejt një degradimi fundor. Në këto kushte, unë mendoj me fjalë që
ne duhet akoma më tej të bëjmë evidentimin e gjithë individëve të spikatur dhe që janë të gatshëm për të marrë përgjegjësinë për drejtimin dhe zhvillimin e këtij sektori. Krijimin e një grupi me specialistë të gjitha disiplinave për të evidentuar në mënyrë detajuar të gjitha problematikat që ekzistojnë dhe hartimin e një platforme për zhvillimin e sektorit burimeve natyrore. Ndaj që duhen ndryshime drastike. Pra, në pikpamje të administrimit institucional dhe të zhvillimit vizionar të burimeve natyrore, unë shikoj një kaos të vërtet. Me burimet natyrore dhe konkretisht studimin e tyre, administrimin, monitorimin e punimeve kërkuese, zbuluese dhe shfrytzuese dhe zhvillimin vizionar të tyre merren përveç Ministrisë së Industrisë Energjetikës, Drejtoria për Kaca atje, merret Agjencia Burimeve Natyrore, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Qendra Rajonale Inovacionit për Lëndë e Paraminerale e krijuar Rishtazi në Elbasan, Instituti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Gjeologjisë Minierave. Pra, të gjithë këto institucione mendoj me fjalë që duhet të rishikojnë strategjinë e tyre dhe të eliminohen të gjitha dublimet që aktualisht ekzistojnë. Tani këtu lidhur me zhvillimin e këtyre pasurive që ne posedojmë si vend, është e domosdoshme me fjalë që të përmirësohet problemi i licencimit. Problemi i licencimit është një problem i madh, i cili ka krijuar një kaos shumë të madh në vend me investitorë që janë të interesuar për të investuar, por në mënyrë të veçantë me investitorët e huaj. Për arsye sepse pengesat janë tepër të mëdha, korrupsioni është tepër i madh dhe askush nuk është i interesuar me fjalë që kur i futet i problem, askush nuk është i interesuar të investojë në këtë sektor në situatën aktuale, të cilën ne jemi të vendosur ta ndryshojmë. Ka një problem shumë të madh në legjislacion lidhur me zonat konkurruese. Natyrisht, unë mendoj që Shqipëria është e tëra duhet të jetë e hapur zonë konkurruese. Mendoj me fjalë që dihet se çfarë nuk mund të licencohet, pra zonat e mbrojtura, sajtet arkeologjike, pronat private, to nuk mund të licencohen, po të tjerat me fjalë është absurditet që një investitor që don të kërkojë, të investojë, të shpenzojë para, me fjalë ti nxjerrësh pengesa të tilla. Pra unë mendoj që këto njerëz kurajoz, të cilët dëshirojnë të shpenzojnë para për kërkim zbulimin e mineraleve, duhet të inkurajohen dhe të motivohen. Pra nëse jo vetëm që ata nuk duhet të kenë pengesa të tilla me fjalë dhe futja në labirinthe korruptive, por ata duhet edhe të motivohen dhe unë mendoj me fjalë që ne duhet të motivojmë deri në atë shkallë sa nëse një kompani do zbulojë një vendburim, ne duhet të heqim, të mbulojmë të gjithë shpenzimet që ka bërë për zbulimin e këtij vendburimi, sepse zbulimin e vendburimit do të thotë punësim i njerëzve, zhvillim i infrastrukturës dhe domethënë të gjithë këto, domethënë krijohet para dhe mundësi punësimi. Tani një çështje me fjalë e cila unë desha ta përmend edhe më parë me fjalë, infrastruktura për cilën Partia Demokratike ka kontribuar jashtëzakonisht gjatë qeverisës, është një ndër element më thelbësor për të rritë, domethënë, vlerën ekonomike të pasurive minerale. Tani, problematikat janë të shumta. Ne mund flasim për çështje të caktuara lidhur me projektet që zhvillohen për shfrytëzimin e këtyre pasurive natyrore
ose qoftë edhe për kërkim të zbulimin. Ne kemi studiot, por edhe këtu, si kudo, studiot janë akaparuar nga rilindasit. Nuk mundet një studio, unë kam mish që diskutoj çdo ditë, nuk mundet që një studio projektimi të konkurrojë me njerëz të cilët i marrin të gjitha, të cilët dërgojnë projekte pa vlerë dhe miratohen. Pra, ajo çfarë është shumë e rëndësishme dhe duhet përmend është që është numër 1, është çlirimi i sektorit të industrisë minare nga mafja. Ktu kam parasysh me fjalë sektorin e mineraleve metalore, jo metalore, të ujrave, nafs dhe gjithë pasurive minerale që kemi. Ndërkohë, me rëndësi të jashtëzakonshme është një vështrim ndryshe i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional, ndërmjet institucioneve që zhvillojnë të pasuri minerale, që monitorojnë punimet që kryen për zbulimin dhe shfrytëzimin e tyre të tjerë. Një çështje shumë e rëndësishme është bashkëpunimi me Kosovën. Ne aktualisht kemi probleme shumë të mëdha, kemi taksa shumë të rënda, ndërkohë me fjalë që duhet totalisht të zhveshen nga taksat dhe në të dy anët e kufinit të zhvillohet industria minare, të zhvillohen fabrikat e pasurimit dhe të ketë mundësi me fjalë që të çlirohen nga të gjithë taksat që aktualisht janë dhe janë një pengesë shumë e madhe. Ndërkohë me fjalë, një rëndësi shumë të madhe do t'i japim edhe bashkëpunimit rajonal dhe evidentimit të investitorëve potencial dhe krijimit të gjitha lehtësirave kushteve që ata të zhvillojnë një biznes duke u trajtuar me dinitet. Tani, ne kemi shumë çka për të thënë, por unë mendoj me fjalë që ne kemi kapacitetet e duhura që të bëjmë përmirësime fundamentale lidhur me vlerësimin e pasurive natyrore që kemi. Deri sot me fjalë ne për vlerësim fatkeqësisht, deri sot për vlerësimin e pasurive natyrore, ne kemi përdorur standardet ruse të vitit 1927. Dhe duke pas standardet bashkohore, me fjalë ne duhet me njëherë që të fusim, të specializojmë njerëz, të kualifikojmë njerëz që të kenë mundësi që të bëhet vlerësimi i rezervave në standardet perëndimore. Ndërkohë, përveç e fundit, sepse mbase edhe u zgjata pak shumë, e fundit që merr një rëndësi mjaft të madhe është edhe studimi i trullit në pikpamje të vlerësimit të rrezikut, pra thellimi i studimit me metoda bashkëkohore i trullit në pikpamje të rrezikeve gjeologjike, në mënyrë të veçantë rrezikut sismik, për të realizuar ndërtime dhe infrastrukturë për të mbrojtur nga tërmetet, rrëshqitet, erozioni, karsti e të tjera. Ka që kisha për të thënë sot, faleminderit shumë për vëmendjen. Faleminderit profesor për fjalën tuaj. Kam kënaqësinë t'jap fjalën profesor doktor Sali Berishës për programin elektoral të dy sektorëve. Faleminderit. Doktor Kalash. Spari ju përshtes shumë përzemërsisht, ju ekspertëve të shquar të këtyre fushave të një rëndësie të jashtëzakonshme
për sotme dhe të ardhmen e Shqipërisë, përshëndes panelistët për ekspozet e shkëlqyera dhe departamentin për punën e madhe që ka bërë. Të dashur miq, ne kemi shpallur si objektiv kryesor të programit ton Shqipërinë madhështore. Por theksoj këtu se në qoftë se ka një fushë në të cilën ky program, ky objektiv ka themelet më të forta dhe më të sigurta, është fusha e energjisë dhe fusha e pasurive natyrore, mineraleve, mbasi Shqipëria është vend me një potencial të jashtëzakonshëm energjetik, të energjisë rinovueshme dhe tashti edhe të energjisë termike. Kështu që në qoftë se ka një fushë ku shqiptarët mund të ëndrojnë big, mund të kenë ëndra të mëdha, është fusha e energjetikës. Por në qoftë se ka një fushë e cila është themelore për zhvillimin e shumë e të gjitha fushave tjera, është fusha e energjisë. Në rast se nga viti jo i afërt tashme, 2006-2007, patëm deklaruar Shqipëria superfuqi e vogël e energjisë rinovueshme në rajon, tani këtë e vogël mund ta heqim. Dhe në projektin Shqipëria madhështore, Shqipëria mund të bëhet realisht një superfuqi energjetike në rajon. Dhe do të bëhet në programin ton, ne duam që Shqipërinë ta shndrojmë në një superfuqi energjetike të rajonit, në të cilën përfituesit më të parë do të jenë qytetarët shqiptarë. Ne duam të përdorim çdo burim energjie për t'ia ushqitur shqiptarëve më lirë energjinë. Ky është një qëllim madhor i ynë. Por ne do përdorim çdo burim energjie për të shumëfishuar prodhimin e saj dhe eksportuar. Made in Albania do të jetë motoja e krenarisë kombëtare. Shqiptarët duhet të krenohen me markën Made in Albania, me prodhimin Made in Albania. Shqipëria po shtërron. Ka 6 semestra që prodhimi në këtë vend bie nga semestri në semestër. Ka vetëm nga viti 2023 në vitin 2024, eksportet kanë rënë me 32%. Vetëm kursi i këmbimit, narko-euro, së kursi këmbimit është narko-euro ajo. Ajo është euro e helmur
nga kokaina e grupeve të trafikantëve. Vetëm ai rëzon për dhe eksport të vendit, i godet ato me 38%. Pra, Shqipëria, për Partinë Demokratike dhe Koalicionin Shqipëria Madhështore, vetëm një Shqipëri madhështore do mund të japë përgjigjen më të shkëlqyer problemeve mëdha të akumuluara. Por, a jemi ne realist në këtë? Jemi shumë realist. Sepse, po të kthehemi pak vite mbrapa, me moton Shqipëria, superfuqi e vogël rajonale e energjisë rinovueshme, u licensua me një praktik më transparentja që ekzistonte, u licensuan, u firmosën kontrata për ndërtimin e 432 hidrocentraleve. Në total, i investim për mbi 5 miliard euro. Por përveç kësaj, Shqipëria ka potenciale të mëdha diellore. Koha ndaloi për energjinë, koha ndaloi. Dhe më keq se ndaloi në 12 vite për energjinë. Ka ndërtuar gjithsejt me kontratat e tyre disa parqe të vogla që shkojnë 50-60 megawatt në tërësinë e tyre. Në një kohë kur Shqipëria është një nga vendet më me diell të gjithë rajonit. Platformat e erës të këtij vendi janë të nivelit europian. Nga Shumëria e Kukësit gjerë në Tepelen. Dhe a kanë instalua kulla, apo s'kanë instalua një turbinere. Koha ka ndaluar dhe ka ecur mrapa në këto 12 vite. I bllokuan, anulluan sa erdhen kontratat, dekurajuan bankat të cilat me pasion të veçantë kreditonin hecet në Shqipëri, sepse e vërteta është që levërdishmëria e tyre ose rikthimi i investimeve arriti në nivelet që ishte për tecet dhe bankat kreditonin me shumë pa kundërshtira. I morën që t'i vilnin gjithë qka, po të cilësoni moton e tyre në energji, pas gjithë mbi gjithë është vjedhje dhe vetëm vjedhje. Vjedhjet në energji garantoj qytetarë shqiptarë se të i kalojnë vjedhjet në çdo sektor tjetër. Shqipëria ja doli të shndrohet në faktor kryesor në projektin më të madh që Europa kishte në atë kohë, gazsjellësin transadriatik, dhe të luajë një rol përcaktues në këtë gazsjellës, në finalizimin e kontratës me këtë gazsjellës. Për shkak të këtij gazsjellësi, një projekt tjetër, një marrëveshje tjetër,
Transadriatik, më falni, Garsillësi Jap, që lidhët e vendet Shqipërinë, Malnezi, Bosnjën, Kroacin. U firmos marrëveshja. Cila ishte vlera e saj? Vlera e saj ishte e jashtëzakonshme. Vlera e saj shtronte Shqipërinë në hub energjetik kryesor të rajonit, epiqendër të shpërndarjes së energjisë në rajon dhe të gazit. Koha ndaloi, miqtë e mi. Tapi përfundoi. Nga tapi shqiptarët nuk përfitojnë as 1 megawatt energji. Pavarësisht se kontrata ka përcaktimet e qarta. Qoftë për ngrohjen, qoftë për prodhimin e energjisë. Teci Vlorës kishte nevojë për një përfundim dhe investim dhe zgjatja e tubacionit. Por u desh të merren barzhat nga Bangladeshit që të vidhej dhe vetëm të vidhej. Energjia, sistemi i saj, nga një sektor i fuqishëm lider, u shtruar në një barë të rëndë për qytetarët shqiptarë dhe bizneset shqiptare. Sepse vjedhjet masive, punësimi pa asnjë kriter, bën që tjetë kjo një pasuri ndërshkuese për shqiptarët. Me mburje deklarojnë se kemi investuar 1.3 miliard. Po çfarë ku i keni investuar? Ku janë? Keni vjedhur të paktën 1.1 miliard me këto. Duke parë vjedhjet e jashtëzakonshme, Banka Botërore u imponoi bursën, hapjen e bursës. Bursës sa u hap, sa u inaugurua, ju vu kyçe, ju vu dryni. Vetëm 10% energjisë tregtohet në bursë. Të gjitha tjerat në bursë personale private të Lubi Ballukut. Me ekipin e saj që nuk kanë të ndalur. Ne sigurisht që e kemi qendror energjinë dhe rolin e saj. Dhe me shpejtësi do i rikthehemi spari nxitjes prodhimit nga të gjitha burimet e pashtershme të Shqipërisë. Ligji që ne miratuam për ndërtimin e heceve, ndezin në Shqipëri garën e ndërtimit tyre ndër më të fuqishme që ka patur në një vend. Ligj i drejtë, ligj transparent, ligj i ndershëm. E përmbysën dhe zëvendësuan me praktikat e pakërkuara, praktikat korruptive, kryekëput korruptive. Pra, ne u rikthehemi për një Shqipëri madhështore, ne u rikthehemi të gjitha burimeve që ne kemi. Përsëri kemi burimet të shumta ujore të pashfrytzuara. Të mëdha, sepse ndaloi ritmi. Jo
ne do rikthehemi ndërtimit të hidrocentraleve të mëdha, të mesme, të vogla dhe shumë të vogla. Me praktikat më të shpejta, më të levërdishme. Ne kemi një platformë që të mundësojmë, të kreditojmë, të financojmë ndërtimin e qindra heceve dhe në mos më shumë. Ne kemi një platformë në cilën ne do t'inkurajojmë sektorin privat të investojmë me përparësi në burimet ujore, eolike, diellore të vendit. Por, ne do nxisim prodhimin e energjisë nga gazi, termocentralet. Shqipëria duhet të jetë një eksportues i fuqishëm energjie dhe jo burimet e saj të mos marrin vlerë, burimet e pashtërtë të saj të mos marrin vlerën që meritojnë. Ka një vend, mund të jenë shumë, po unë një di unë, që u furnizon qytetarët e vetë me ujë falas, krenarisht Austria. Pas Austrisë, Shqipëria nuk po them t'jap energjinë falas, por mund t'a jap absolutisht me çmimet më të arsyeshme që mund t'a jap kusht tjetër. Kaskada është një mrekulli. Është një mrekulli e vërtet. Kaskada jep mundësi në qoftë se e përdor jo për ta vjedhur, siç bëjnë këta që zbrazën atër kur do ta mbajnë të mbushur. Kanë krijuar kompanitë e veta që ja u shesin energjinë dhe ato pastaj dalën e shesin me çmimin e bursës. Një potencial tepër i madh është vendosja një sistemi unik energjetik, energjetik midis Shqipërisë dhe Kosovës, të paktën 20%. Është përfitimi i dy vendeve. Prodhues energjie vetëm me qymyr, prodhues energjie vetëm me ujë, kombinimet dhe krijimi një truri digital që i komandon si digat ashtu dhe furrat, përbën një potencial tjetër të ri shumë të madh, shumë të rëndësishëm. Po atë e pengon mafja. Kulen mafja të lehtësohen qytetarët. Mafja shikon vetëm si të pasurohet vetë. 3 kablo transadriatike janë licencuar gjatë viteve 2008, ja kjo që firmosi Edi Rama në Dubai. 3 të tilla. Një në Otranto, tjetra në Porto Romano, tjetra në Lezhë. U harruan asgjë. Ndaj edhe ne i kthehemi përsëri. Ne kemi besim të madh tek projekte të mëdha të prodhimit të energjisë. Ne kemi besim të madh tek projekte që do mbështesin fuqishëm zhvillimin e Shqipërisë. Po mjafton të gazifikoje qytetet kryesore të vendit, s'po them të gjithë vendin, që është e mundur i gjithë vendi pas një vështirësie, sot teknologjia të lejon të gazifikosh kudo. Po mjafton të gazifikoje qytetet të mëdha, t'i bëje një kursim të madh dhe dihet që kosto është më ulët për ngrohje përgatim me gazin, dhe më leverdishme.
t'i bëj një kursim të madh, një fitim të madh me energjinë elektrike që shpenzohet për këto qëllime. Asgjë, koha ndaloi për ta. Koha funksionoi vetëm për të vjedhur. Pra, në rast se ka një fushë ku ne do të vendosim Shqipërinë madhështore, shpejt, është kjo fushë. Po fusha që lehtëson çdo qytetar, që lehtëson çdo biznes. Ne rikthehemi tek çmimi i energjisë 7 lekë për kilovator për konsumatorin familjar. Rikthehemi tek çmimi 6 lekë për biznesin. Nga 18-24 që e ka sot. Dhe kjo është një inkurajim i madh për suksesin e biznesit dhe klimën në IT. Rezervat e Shqipërisë janë të mëdha në naftë dhe në gaz. Janë të pamohueshme. Gjithnjë ky vend ka mikruar dhe ka tërhequr kompanitë më të mëdha të botës. Kanë ardhur, kanë ikë, po interesi po këtu është. Një vend që ka fushën më të madhe, onshore të naftës, nuk mund t'i largohen. Edhe në qoftë se largohen, prapë kthehet. Por e rëndësishme është që ne të bëjmë çdo gjë për të vendosur praktikat, mbështetjen më të fuqishme, pa diskutim, por dhe praktikat më transparente në kërkimin, zbulimin, shfrytëzimin e burimeve energjetike të naftës dhe të gazit në Shqipëri. Unë mendoj se energjia do të shtrohet në një nga sektorët më fitimprurës, do të shtrohet në një nga gjeneratorët kryesorë të begatisë shqiptarëve. Synimi ynë është begatimi i shqiptarëve. Shqipëria nuk është e madhe vetëm në fushën e energjisë. Shqipëria po kaq e madhe është në fushën e minjerave. Ky vend ka rezerva botërore të mineraleve, nevoja për të cilët mbetet pothuajse nofta e përjetshme. Shqipëria përsëri disponon rezerva kromi, të cilat pak vite më parë tërhoqen gjigantët e minjerave në botë si Vancouver e të tjerë. Shqipëria ka rezerva po kaq të mëdha të nikelit, hekurit, mineral, hekur nikelit, kobalt, nikelit thash po. Por Shqipëria ka dhe minerale tjera përfshi këtu tokat e rralla. Gjeologë shqiptar kanë bërë studime shumë serioze, të cilat po myken në arkivat e fakulteteve apo bibliotekave. Studime që dëshmojnë se Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm mineral. Banka botërore në vetvete ka sponsorizuar dhe ndërmarrë studime shumë serioze mbi potencialet minerale të Shqipërisë. Përpjekje serioze u bën, por të gjitha përfunduan në duart e mafjes. Ligji u shkartis, u shkatrua.
oferta transparente u zhduk. Me përpjekje Shqipëria u rendit, u antarësua në iniciativën e industrive e transparencës industrive nxjerrëse, EITI, pra në OKB-s, shkelet gjitha kushtet për të cilat ne u antarësuam. Por në qoftë se ka një fushë ku përveç nafës, gazit, Shqipëria mund tjetë, ku Made in Albania mund tjetë e nivelit botëror, janë mineralet, janë minjerat, që gjenden në të 4 anë e këtij vendi. Në këtë kontekst, ne synojmë me projektin tonë Shqipëria Madhështore, të ofrojmë dhe të vendosim metodat më moderne të eksplorimit, të studimit dhe të shfrytëzimit të pasurive të pafundme minerale që ka vendi. Ne do bëjmë gjithçka që ato të përpunohen jo vetëm pasurim apo shkrirje, por do bëjmë gjithçka që ato të shtrohen në Shqipëri, në pjesë prodhimi, në makineri prodhimi, pra Made in Albania është dhe do mbetet krenaria për shqiptarët. Në këtë kuadër, mobilizimi potencialit intelektual dhe ekspertizës më të mirë, shqiptarë dhe të huaj, është i objektivi yni. Fuqizimi i institucioneve tona, kërkimore shkencore, është kushti domosdoshëm që këto pasuri të shfrytëzohen në racionale dhe të shndrohen në pasuri të vërteta për shqiptarët. Mineralet, nafta, gazi janë shfrytëzuar prej shekuj, nafta më vonë, por mineralet. Por ka shfrytëzim dhe shfrytëzim, ka shfrytëzim kolonial, ka dhe shfrytëzim tjetër, në të cilin në vendet e lira këto pasuri shtrohen në pasuri të qytetarëve në shumë mënyra. Këtu synojmë ne. Ne do të japim një rëndësi të jashtëzakonshme sektorit minerar. Do japim një rëndësi të jashtëzakonshme shfrytëzimit të këtyre potencialeve, zbulimit të potencialeve të tjera, industrisë përpunuese. Këto shkojnë me njëra tjetrën, energjia dhe minjerat shkojnë mbështesin njëra tjetrën. Dhe unë shoh pra këtu, në këtë programin, shoh jo programin, po Shqipërinë madhështore reale të viteve që vjen. Ndaj dhe ju falenderoj shumë për këtë kontribut. Dhe ftoj të gjithë ekspertët, specialistët e këtyre fushave të një rëndësie shumë të madhe, të shprehin mendimet e tyre në mënyrë që ky program i paraqitur të pasurohet në të gjitha aspektet dhe të instalohet pas 11 majt me vendosmëri, përgjegjësi dhe saktësi në mënyrë që të shënojmë gjithnjë më shumë, të ecim gjithnjë më shumë
drejt Shqipërisë madhështore. Në këto fusha, natyra Zoti u ka dhënë gjithçka shqiptarëve. Mbetet në duart e tyre të konkretizojnë Shqipërinë që duan. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor Berisha për fjalën tuaj. Pikërisht duke marrë shkas edhe nga mesazhi që u dhat në fund fjalës për një bashkëpunim, një thirrje që i bë të gjithë ekspertizës të mirë vendase dhe tuaj për të bashkëpunuar dhe të ndërtuar politikat më të mira për shfrytëzimin e burimeve minerare edhe energjetike. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën inxhinier Fation Softës, me cilin kemi biseduar për koincidencë përpara disa ditësh eksaktësisht për këtë koncept. Kush është mënyra më e mirë për të afruar pranë Partisë Demokratike në rafshin e politikave sektoriale ekspertizën më të mirë njerëzore, si dhe çfarë do të na thotë zoti Softa në lidhje me programin që sapo kemi paraqitur. Së pari ju falenderoj për ftesën. Sigurisht që këto janë programe elektorale, por më shumë se sa programe janë probleme madhore që vetë shoqëria ka. Unë fatmirësisht jam pjesë e një grupi organizator të një shoqërie civile e cila po dimensionohet në territor për shumë problematika, pra burimet minerare, siguria kombëtare, problemet shëndetësore, shërbimet të tjera, të cilët në vend ka nevojë të rishikohen por të trajtuar në mënyrë ndryshe. Industria minerare patjetër është një industri shumë e rëndësishme, sepse Shqipëria është e pasur, shumë e pasur, por në programin tuaj mendoj që duhet të shikohen jo vetëm thjesht trajtimi gjithë këtyre problemeve, por duhet të shikohen dhe mineralet apo burimet që kemi në raport edhe me burimet njerëzore. Mineralet janë aty në tokë, aty kanë qenë, aty do t'i lejmë, nëse nuk do të kemi njerëz të dur, nëse nuk do të kemi arsimin e dur. Një pjesë e njerëzve janë larguar në emigracion, kanë gjetur këtë rrugë. Një pjesë tjetër, po themi, të minjerave, kanë shumë vështirësi për inxhinier, për teknik. Në qoftë se nuk do t'i kemi këta, patjetër që si do t'i përpunojmë, si do t'i bëjmë. Nuk mund të bëhet vetëm me punëtor. Dhe që të përgatisim këta inxhinier, ku një pjesë janë prag pensioni, një pjesë kanë dalë, një pjesë po kanë vite dhe nuk e aplikojnë, nuk kanë mundësi të aplikojnë, patjetër që duhet shkolla, që të fillojë të punojë, të përgatisë ta breza që duhet vinë. Dhe përsa i përket industrisë, unë mendoj që mundet disa zona, për shembull bulqiza apo zona tjera të cilat janë shumë të pasura dhe mburime, mund të shikohen dhe si mundësi për t'i parë si zona tjera ekonomike. Për shembull, përjashtohen nga taksat për 10 vjet, jepet mundësi atyre për të punuar. Nuk mund të ketë krom, bagër, pasuri kombëtare për të shfrytzuar, në qoftë se nuk kemi të avancuar, po themi, gjeologjinë. Kërkimet gjeologjike. Ka pasur 10.000 punonjës që punonin për këtë gjë. Pra, janë kërkim zbulimi, pastaj vim tek nxjerrja dhe pastaj shkojmë tek përpunimi. A e dini që kromi, për shembull, ka pasur një rikuperim, pra dalja e produktit nga zerori, ka qenë diku ke 87%. Sot kjo shkon diku ke 30, 34, 35. Humbjet në krom janë shumë të larta. Nëse humbjet do të ishin 0,07%, humbjet shkojnë 1,2, 3, 4% humbje. Kromet e në varfër nuk pasurohen, dhe ato pasurime janë 12 fabrikat ngritura sot, nga cilët 3-4 mund të jenë eficiencë që punojnë dhe përpunojnë këto produkte. Por ato kanë vështirësi, kanë këto vështirësi që ne po themi, qoftë në mënyrën e teknologjisë që përdorin, qoftë në mundësinë që të ndihmohen, sidomos mbas Covidit problematikat janë shtuar, dhe ata shfrytëzojnë po ato rezerva të cilat i takojnë para viteve 90. Kanë vajtur 2000 metra në tokë dhe në krah ka patjetër mundësi të cilën nuk i kemi paraprirë. Si do t'i paraprim, si do t'i bëjmë? Vetëm një program. Pra është një revolucion i tërë që duhet bërë. Dhe kjo thash do të fillojë që nga shkolla. Nga shkolla e mesme, ka pasur dhe shkollë të mesme për njerëz. Është fakulteti i gjeologjisë, patjetër, janë degë të ndryshme që janë pa përfshirë dhe pa lënë që Shqipëria ka mineralet të rralla, ashtu si tha dhe doktori, fillojnë nga zirkoni, ilmeniti, ka amalgamën, që njerëzit nuk e dinë, ka amalgam.
Gjithë zona e Rrushbullit, zona e Durrësit, ka rërat, të gjitha janë këto pasuritë e mineraleve të rralla. Dhe më shumë i kemi kthy në zona informale, i kemi kthy për të mbjellur rrush dhe për të prodhuar verë, dhe ndërkohë që mund të jenë pasuritë të cilët ju e dini shumë mirë që zirkoni është metal lidhës për çelike special. Pastaj bakri është fatkeqësi, dikur e mbyllim ciklin me bakrin. Ku po shkon? Sot shitet bakri ashtu si mineral i papërpunuar, ku brenda ka floririn, ka elemente të tjerë të rrallë që e shoqërojnë atë. Kemi pasur deri ke industria e prodhimit telave. Pavarësisht pastaj po themi kromi që do të shkojë deri në elementet përpunues të çelikeve speciale ose të dilet në tregje me bursa, por këto duhet të stimulohen. Gjitha këto investime që janë duhet stimulohen. Po të fillojmë nga, po themi nga potenciali njerëzor. Problem tjetër mendoj është mundësia që qeveria shqiptare duhet të investojë të paktën për një farë kohe t'ia paguaj pagat e inxhinierëve të këtyre vendburimeve apo të fabrikave të pasurimit, se nuk është një shpenzim i madh paguash një vlerë caktuar. Në qoftë se sot kromi që shitet sot del nga në eksport është diku ke 500.000 apo 600.000 ton, ka qenë 1.200.000. Pra ka qenë një potencial i madh i cili zite një pjesë gati 30-40% buxhetit shtetit. Për të ardhur që vinin vetëm nga kromi. Nuk po flasim pastaj për nëse flasim për Kosovën dhe tham për Kosovën që ka rezerva për sa i përket qymërgurëve, dhe Shqipëria i ka, duhet i kthemi qymërgurëve. Ka pasur një problem që themi shikoj është problemi i karbonit. Teknologjia ka ndryshuar, ja kthem prap karbonin tokës. Por aman ka potenciale të qymërgurit, të cilët prodhojnë, po themi qymërgur që shkon 4.500-4.600 kalori për kilogram, por kemi dhe zhavoret, vitaminoze, apo jo, të cilët shkojnë dhe mund të prodhonim koksin. Shkon 7.000, 8.000 deri në 9.000, nëse përdore një teknologji avancuar për të prodhuar koksin, që shërben patjetër pastaj për metalurgjin apo për industrinë e shkrirjes së çelikut. Këtu pastaj nuk duhet të lëm me një anë, ndoshta edhe për prodhimin e energjisë dhe energjinë e erës, Shqipëria ka potenciale. Sot Italia kush vjen dhe udhton nga jugu në drejtim të Romës, do të shikojë pafundësisht ato elikat të cilët punojnë dhe prodhojnë energji. Dhe shumë vende të tilla, alternimet e gjithë këtyre potencialeve të mëdha që ka vendi patjetër do të jenë një ndihmë e madhe për sa i përket zhvillimit ekonomik. Dhe e fundit është që sot ka një ministri që unë po e quaj superministri. Nuk e gjykoj politikisht, e gjykoj në mënyrë teknike. Nuk mund të jetë një ministër që të mbajë edhe peshkimin, edhe rrugët, të mbajë edhe energjinë, të mbajë edhe burimet minerale etj. etj. Turqia për shkakun ka bërë një ministri vetëm për minjerat, sepse kanë shumë rëndësi dhe ministri turk është shprehur dhe ka thënë, nuk do të nxjerrim asnjë prodhim i jashtë vendit të papërpunuar, të papasuruar, sepse është vlerë, është potencial. Është një ekonomi e cila do të punësojë vetëm njerëzit, po do të mbajë ekonominë. Sepse ne gjithmonë themi turizmi, por nuk do rrim duke numëruar turistët. Do të shikojmë sapin ekonomik, sa hyn, sa dalin, sa vlerë ka, si duhet bëjmë. Dhe disa zona tjera të cilët nuk janë vetëm minerale, por që mund të shikohen edhe si zona tjera ekonomike, duke i parë edhe në drejtim të zhvillimit ekonomik. Sot ne investojmë 28.000 të rinj dhe të reja punojnë call center. Janë gjithë me shkollë të lartë, fatkeqësisht, dhe të gjithë ata shkojnë punojnë për të bërë thirrje telefonike. Ndërkohë që këta mund të jenë njerëz të cilët mund stimulohen në financa. Dhe e fundit, mendoj që gjithë ta njerëz që kanë kontribuar ndër vite për të ndërtuar minjerat, fabrikat, për të ndërtuar hidrocentralet e tjerë, çfarë kanë punuar para viteve 90, mendoj që duhet t'ia rimbursojmë investimin e tyre. Sot pensioni i tyre i del 200.000 lekë, 300.000 lekë, nuk është problemi i ngritjes totale, por sot, për shembull, në kohën që u privatizuan shtëpiat tona, ne i morëm me 200.000 lekë të vjetra, apo jo? Sa kushtojnë shtëpiat sot? Janë 80.000, 90.000, 100.000 euro. Pra njëta gjë duhet të jetë kontributi këtyre njerëzve, sepse kur ne japim minjerën për ta shfrytzuar, kur ne japim pasuri kombëtare për ta shfrytzuar, duhet të jetë rimbursimi i kontributit të këtyre njerëzve ndër vite. Prandaj gjitha këto prekin pastaj statusin e minatorit, statusin e naftatarit, statusin e gjithë ushtarakëve apo të gjithë atyre njerëzve që i dhanë kësaj shoqërie kontribute. Prandaj do të fillojmë nga respektimi i brezave, patjetër duke investuar edhe ke gjeneratat e reja. Faleminderit, ndjes për këtë. Faleminderit inxhinier. Zoti Seseri ka kërkuar fjalën. Po patjetër. Më një herë pas. Mirë mbrëma.
Mirëmbrëma, doktor Berisha. Duke qenë pjesë e Departamentit të Energjisë, kemi pas fatin të diskutoj me kolegët e duke shtrydhur përvojën tonë, eksperiencën tonë, apo duke rrahur mendimet, mendoj se ka dalë një program goxha i mirë për sa i përket shfrytëzimit dhe rekuperimit të energjisë, si asaj të gazit, asaj minerale dhe asaj elektrike. Por në momenti që flasim, e ceku pak dhe profesor Softa, mua më shqetëson një nismë që ka lindur kohët e fundit nga 2 deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët duan të uzurpojnë të tërë inxhinierët, licencimin, kërkojnë të heqin kompetencat ministrive të linjës dhe t'ja kalojnë një urdhri, zonja Luljeda Bozdo dhe një Beqiraj, se kisha ngjyrë në herë këtë, kanë caktuar disa persona dhe kanë thënë ky do jetë urdhri inxhinierit, ministrit nuk kanë më punë, asgjë tjetër, i licencojmë ne, ja heqim ne licencat, pra duan të kpusin energjit njerëzore. Inxhinierët janë skeleti i kombit. Sot që flasim për hir të vërtetës, ministritë e linjës kanë kthyer përgjigje negative, edhe ajo e drejtësisë, sepse është një gjë pa sens. Por agjenda e tyre vazhdon. Pra unë kuptoj që sponsorizimi është nga diku shumë më lart se sa këto 2 deputet. Kjo është një problem shumë i madh, inxhinierët janë grupuar që t'i kundërshtojnë tonisma, sepse kanë arritur deri aty sa të uzurpojnë, të kërkojnë të uzurpojnë, edhe kompetencat e gjyqësorit. Pra, unë agroni, jam bërë veti 2, veti 5 me bekimin e dikujt, dhe i heq licencën një kolegu tim. Kur njërit nga këto i kërkova një shpjegim, e thash, po mirë më zotërin, nuk ka mundësi që ju të gaboni duke me hequr licencën. Ka, tha, drejtojo gjyqi dhe mere prapë. Po më i thash, po 10 vite gjyqi që të vazhdoj, me çfarë do ushqejmë familjen time. Fatkeqësisht, kur kam qenë pushtet, kur kam punuar në shtet, nuk kam akumuluar pasuri si sot, dhe unë po nuk punova një muaj me atë licencë, rrezikoj mbi jetesën time. Pra, janë një grup shumë i madh inxhinierës që po përplasen në derët e Kuvendit, në dyrë gjykatash për të ndaluar këto nisma. Aktualisht janë pranë komisioneve kuvendore, më duket quhen, për veprimtarit duke u diskutuar. Njëri është zoti Beqiraj që ka pak oreks, ky kërkon vetëm inxhinierin hidroteknik, kurse Luljeda Bozo ka thënë, e diçka unë po i marr të tërë. Të gjithë inxhinierët e Republikës do t'i menaxhoj unë me një grup aktualisht prej 13 personash. Ne jemi shkruar gati 3500 inxhinier, me noterie, me gjitha jemi organizuar, po ne këte, unë nga ana ime kam bërë, po ne si Parti Demokratike duhet i themi që në programin e energjive tona, mirëmbajtjes etj, kemi dhe energjit njerëzore. Pra, ruajtjen e energjive njerëzore, sepse në fundit gjithçka është kombi, janë energjit njerëzore, janë shpresat njerëzore, janë independenca njerëzore. Mendoj se kjo do t'ishte shumë e vlefshme për ekonominë e vendit, por do t'jepte edhe një shtys për 11 maj që t'i thotë njerëzve, o zotni, ne po kërkojmë të mbrojmë inxhinierët, jo inxhinierët e djathtë, jo inxhinierët e majt, jo inxhinierët e Partisë Lirisë, ne duam inxhinierin profesionistin e lirë të ndershëm që ta ndi veten pjesë lojës dhe kontriboj për këtë vend. Kaq. Faleminderit. Faleminderit. Patjetër e njoftojmë këtë grupin ton parlamentar që të rakordojmë qëndrime dhe të bëjmë mbrojtjen e dur. Zoti Kalaja, fjala është për ju. Do të falenderoj panelin për gjithë programin që shpalosi dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe të opozitës shqiptare, zotin Berisha, doktor Berishën. Jam këtu sot, jam dakord me të çka u flot për industrinë minerare, qoftë edhe për energjetikën. Përfaqësoj Bashkimin e Sindikatave të Pambarë Shqipërisë dhe Sindikatët e Miratorëve të Shqipërisë. Sa për sqarim, qoftë se salla nuk e di se kush jam. Jam dakord dhe me diskutimin që bën zoti Fatjan Softa. Jam këtu sot doktor për të kërkuar dhe për të kujtuar edhe një herë çështjen e statusit minatorit. Të gjithë inxhinierat që folën këtu, inxhinierat parafolës edhe zoti Softa, folën për çështjen e minierave. Në ato miniera punojnë njerëz. Kanë punuar minatorë, unë kam punuar 20 vjet në tokë, në Qymyr, me traturne. Kemi kërkuar statusin e minatorit.
akoma nuk është dhënë. Është dhënë një status i cili vlerësohet me 1% të shtesës pagës. Dhe aty janë penalizuar 1136 minatorë, të cilët nuk e kanë marrë akoma. Sepse ligji penalizon gjithë ato minatorë që dalin pas vitit 2014 në pension. Edhe në qoftë se kanë 35 vjet ose 40 vjet punë në tokë. Ky ligj është i papranueshëm, është penalizues për gjithë. Janë 1136 minatorë që se kanë përfituar. Me gjithë përpjekjet tona, me gjithë kërkesat tona për të mbledhur Këshilli Kombëtar i Punës, për të vendosur për këtë probleme, nuk është marrë asnjë mas, me gjithë protestat që kemi zhvilluar. Prandaj, përvitoj sonte nga rasti për t'ju kujtuar edhe një herë, dhe du t'ju kujtoj që në takimet që do të bëjnë edhe në të ardhmen doktor Berisha, krahas deklarimit të pagës mesatare dhe të pagës minimale, do të rikujtoni statusin e minatorit. Unë që ta kërkoj këtë vi përpara 3 ditësh, është mbledh Këshilli Kombëtar i Sindikatës Minatorëve të Shqipërisë dhe më ka deleguar për t'ju kërkuar juve. Dhe sonte me qenë se jemi përballë njëri tjetrit, ashtu siç kemi qenë dhe 33 vjet përpara bashk, jemi përsëri bashk, do vazhdojmë të jemi bashk. Kështu që ne i kërkojmë juve, zoti Berisha, pas zgjedhjeve të 11 maj në pozicionin e kryeministrit të qeverisë shqiptare, që brenda 100 ditëve të realizoni statusin e minatorëve të Shqipërisë. Mendoj se është një borxh ja u kanë minatorëve gjithë forcat politike shqiptare që aspirojnë për demokracinë dhe për lirinë e vendit. Faleminderit. Faleminderit. Ndoshta ndonjë ndërhyrje e fundit për çështje. Përshëndetje, doktor Berisha, përshëndetje të gjithëve. Po flas një çik për Departamentin e Energjisë Elektrike, nga që jam munduar që ta studioj energjinë elektrike dhe kam punuar në sektorin e energjisë elektrike. Kampanja ndryshim ligjor në lidhje me tregun me shumicë të energjisë elektrike nuk aplikohen TVSH-ja brenda tregut me shumicë. Kurse kjo energji që ushitet qytetarëve dhe biznesit shqiptar ushitet me faturë duke shtuar dhe TVSH 20%. Si është fiksimimi ose si është ideja e departamentit për ta propozuar si program të Partisë Demokratike? Do të hiqet kjo TVSH për qytetarin dhe për biznesin? E dyta që është thelpsore për atë që mendoj unë, është borxhi që kanë kompanitë shtetërore, e cila është një barë shumë e madhe për kompanitë. Është borxhi që kanë nga tek institucionet financiare. Është 1.5 miliard euro borxhi që kanë kompanitë shtetërore. Keshi, operatori i sistemit transmetimit dhe operatori i sistemit shpërndarjes. Që do thotë, është një borxh goxha shumë i lartë kur dihet që sektori ka një xhiro vjetori të 3 kompanitë bashkë diku te 800 deri 1 miliard euro xhiro vjetore. Si është menduar në programin e Partisë Demokratike që të zgjidhet ky borxh, sepse borxhi është një pengesë e madhe në liberalizimin dhe realizimin e asaj që quhet çlirim i tarifave të energjisë, qoftë për qytetarin, qoftë edhe për biznesin. Dhe e fundit është liberalizimi i tregut. Nëse flasim për liberalizim tregu, që deri më sot kemi ca konsumatorë të liberalizuar, të cilët janë futen konsumatorët në tension të lartë, si do të trajtohen me tarifa të rregulluara, për cilin biznes flasim? Flasim për biznesin i cili është lidhur në zero kaç, apo flasim për tër biznesin? Domethënë, këto janë ato paqartësi që e pëlqej si program, është një program shumë vizual, është një program shumë ambicioz për një të ardhme në zhvillimin e investimeve, në zhvillimin e të gjithë komponenteve ligjor, të korruptiv, që do të largohet korrupsioni, futjen e elementeve të cilët janë staf i ri i cili mund të jetë me një përgatitje shumë më të mirë, thithja e investimeve, qoftë investimeve të madhore nga jashtë, qoftë edhe investitorëve të cilët janë shqiptar, kanë emigruar jashtë dhe ne mund t'i thithim nëpërmjet lehtësirave të tjera, qoftë fiskale, qoftë edhe modelit tregu që ne mund ta aplikojmë. Por këto janë ca komponentë të cilët kanë një vështirësi momenti dhe duhet të sqarohen më në detaje në lidhje me atë program që është një program goxha cilësor, por që duhet një sqarim më i plot në lidhje me këtë. Faleminderit.
Ndonjë ndërhyrje tjetër, duke marrë shënim ato që Edi tha, për t'i saksuar më mirë, jo për t'i saksuar më mirë, por për t'i shprehur më mirë të gjitha pikat që me drejtë Edi ngriti. Ndonjë ndërhyrje tjetër, komente, sugjerime për përmirësime të mëtejshme. Dakor, ndoshta nuk ka. Kështu që, dakor. Mirë, atëherë edhe në emrin tuaj të dy departamenteve më lejoni të falenderoj kryetarin e Partisë Demokratike. Së pari, edhe njeriu falenderoj shumë për ndërhyrjet që bët. Ndërhyrje që e pasuruan me të këtë program, por ju ftoj që të gjitha mendimet, idetë tuaja t'ja përcjellni departamentit dhe ju garantoj se do shqyrtohen me seriozitetin më të madh. Jam plotësisht dakord dhe theksoj këtu se investimi kryesor për ne ka qenë do të mbetet dhe do jetë gjithnjë investimi në burimet njerëzore. Ky ne kemi deklaruar publikisht se ne do përmbysim shpërndarjen e të ardhurave buxhetore. Do përmbysim shpërndarjen e të ardhurave buxhetore duke vendosur në epicendër spari qytetarin, rrogat, pensionin, jetën e tij, të bindur se kjo rruga më e mirë për të ecur drejt prosperitetit, drejt zhvillimit, për ta bërë Shqipërinë të jetueshme, për të bërë atë që arritëm në vitin 2007, gjë në vitin 2014 dhe një vit pasi kem ne, në Shqipëri rritej çdo vit numri i qytetarëve shqiptar. Ky do jetë, por që ta rrihet kjo, është një kusht themelor që qytetarë shqiptar, profesionistët, specialistët, ekspertët, minatorët, naftarët, të paguhen, të shpërblehen me dinjitet. Tre muajt e parë gëzim, do firmosim marrëveshjen para zgjedhjeve, 3 muajt e parë. Do zgjidhet në mënyrë përfundimtare çështja e statusit të minatorit, të naftarit dhe jam dakord me atë. Detyrimet janë të mëdha. Tani ajo që bëjnë këta me ato licencimin, kjo është se si t'i largojnë nga, kjo është një politikë. Si që ishte taksa 23%, ndaj profesionet të lira. Si të largosh nga ky vend shtresën e mesme, të shkoj të gjej stres dhe punë diku tjetër, dhe këtu të mbeten, Shqipëria të mbetet pa shtresën e mesme. Por shpirt kazmëria e tyre për të akaparuar pushtete, pasurimi e tjerë nuk ka kufi. Tu them unë ju, që mund të duket çudi, po këta sollën në ligj, sollën në parlament ligjin e fermave të grave. Po e sollën. Dhe më thot mua një kolegi imi mjek, thot, shiko kanë pru ligjin. Po prisni, çfarë ishte? Ishin krijuar klinikat pas se të vinte ligji, si punë e këtyre. Që do të krijojnë tani të marrin të drejtën. Çfarë janë ata që marrin? Të marrin të drejtën ata për të heqë licenca, për të vu licenca. Pra, është gjithçka e udhëhequr nga babëzia, makutria dhe nga qëllime të mbrapshta.
Sot, a e dini ju, që studiot e projektimit dhe arkitekturës le të kenë të gjithë talentet, le të kenë bërë të gjitha investimet, ata janë të falimentuar. Sepse një njeri pa studio apo me studio përcakton gjithçka. Se kush fiton projektet, kush fiton këte, kush fiton atë. Pra kjo është një politikë shkatrimtare mbi shtresën e mesme apo mbi elitën drejtuese, projektuese të ekspertizës të vendit. Kështu që kjo merr fund. Borxhi që kanë kompanitë, po pse kanë atë borxh? Ai borxh është krijuar absolutisht funde krye nga vjedhja dhe nga shndrimi i tyre në rifugjo të patronazhistëve. Këto dy janë arsyet kryesore. Kusht themelor i nxjerrjes tyre nga borxhi që është 1.3 miliard ose më shumë sot, është vendosja e tyre në performancën e duhur, vendosja e transparencës, se s'ka si të mos ketë borxh kur ke shishet në verë, ja shet agentit vetë lubia me atë tjetër, me çelën, ja shesin energjin me 25 euro dhe aje merë nxjerr në treg me 120 euro. E faktuar kjo. E faktuar. Dhe pastaj kur e prisni, kur blihet në vjesht, blihet me 170 euro. Se i ka zbraz digat. Pra, e gjitha i borxh është i bërë nga hajdutët. Ka në bazë hajdutët. Edhe njerë, do bëhet gjithë shka për t'i inkurajuar eksplorimin, kërkimin, prodhimin, përpunimin në stadet më të avancuara që t'jetë e mundur. Pasuritë energjetike dhe minerale të Shqipërisë janë vërtet pasuri madhështore, mbi të cilat mund të ndërtohet dhe do ndërtohet Shqipëria madhështore. Ju falënderoj dhe ju ftoj të kontriboni në këtë projekt më i miri që ka njohur Shqipëria në tërë historinë e vetë. Në këtë projekt ku ne synojmë të shtrojmë pasurit natyrore, pasurit publike, në mirësi të mira për qytetarë shqiptarë në vende pune, në prodhim dhe në zhvillim. Faleminderit shumë.